Të rinjtë e fshatit Kloskatun në bashkinë e Klosit janë larguar thuajse të gjithë nga fshati. Ata që kanë mbetur aty janë të moshës së tretë, kryesisht çifte që fëmijët i kanë larg. Islam Habibi nga fshati Kloskatun shprehet se dikur fshati ishte i mbipopulluar dhe punoi çdo pëllëm toke. Sot fshatit i mungon ujë vaditës pasi ai i pishëm ka ardhur. Megjithatë, sipas Habibit, kjo nuk e popullon në fshatin i cili dikur kishte mbi 300 shtëpi. Aja ujë vaditës ka këtu, qisë me hapin e trafobongon, e kanë hap ka poshtë, gjithë me katonit ka, tash gjithë me katonit nuk ka. Tash i ka ardhur ujë i pishëm që e kanë prunu, a kupto? Mi kanë bën aty, se s'kan pas. S'ka pas një ujë i pishëm, ta që e kanë bën, tamam. Ka që një fshat i bukur, një fshat me ujë, një fshat i stabilizuar. Tash me ardhen e demokracisë, shumica të rinjve kanë ikë. Kanë ngelur vetëm mosha 50 e sipër. Nuk i gjeti çuna të ri që janë moshë, me thonë 20-30 vjeç. Tu që shef të e shef, tu asë një vend so për nuk veç bërë këtë as bakti s'ka, se s'ka kush me i lujtë. Ja, këtu në vralla njëmën të këpënujnë delim tokë, se që lejnë në ata bishët e ege arusha. Po s'ka bakti që bakti shka, ka një lëp, ka në njëni që ka ditë 5-6 dhenë. Nga të të që nga qenë e ka këtë ure fshatit e del tu në qatë dushkut. Këtë të shkatun t'ju. Ka di dhe ata, ose ka një. Tokat kanë mbetur djerë e banesat, por rënohen. Islam Habibi thotë se jo vetëm që nuk pritet rikthimi i rinisë, por shumë shpejt fshati do të mbulohet nga pemët e bimësia. Kurse do këthi? Tu mas një 20 vjeç, tu dhe pëllëzohet komplet se vdesin e ta që janë, s'ka e për ma. Kush vej për shembull? A do ardë djali im, a do ardë djali tjetër, a do ardë djali tjetër ta. Kretë që janë bërë, që ata fushi kanë qenë në pëllëzohet ta që sepse do në pas të u do nuk u do. Shumë fshatra aktualisht po i mban gjallë mosha e tretë për shkak të largimit të rinisë jashtë vendit për një jetë më të mirë.